Versioni i përpunuar i propozim ligjit për arsim të lartë pasi kaloi edhe filtrin e dytë në sistemin elektronik ENER, ende është në procedurë qeveritare, konfirmoi zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali. Sipas tij janë bërë disa ndryshime për të qenë i përshtatshëm për të gjithë. H-indeksi, ashtu siç kemi marrë reagime prej shumë profesorëve, e hoqëm si kriterium bazik, po e lam si verzion, si kriter në rast të konkurencës mbrendshme. Kur zgjidhet, nëse ka 2-3 kandidat, atëherë merret parasysh H-indeksi. Po mos tjetë kriterium bazik, për shembull, mos themi 5, 7, e kështu me radhë, sikur që ishte në versionet e para. Këto zëvendës kryeministri tha në panelin e diskutimit të organizuar në Universitetin Nën Tereza me temë konsolidimi institucional dhe legjislacioni i arsimit të lartë. Rektori i UNT-s Bekim Fetaj tregoi se do të hapet diskutim mbi rëndësinë e statuteve të universiteteve, hartimin e tyre në të ardhmen si dhe mbi çështje të tjera që lidhen me legjislacionin e arsimit të lartë. Universiteti Nën Tereza, edhe pse është universitet i ri, disi nënçmohet nga universitetet e tjera ose nga Ministria e Arsimit se për kapacitetet e veta, edhe bashkë dusha të ndërlidhe, me thonë si dhe të bëhet rangimin të ardhme, për shkak se ne si universitet kemi edhe shumë profesor të cilët janë edhe në mosh, edhe kanë ardhur për universitetet e tjera, kanë edhe shumë eksperienca, domethënë më të mëdha, edhe për shkak kufizimit limiteve të buxhetit nuk kanë mundësi që të paguajnë punimet e veta, punimet janë një prej faktorëve kryesor me të cilët edhe rangohet universiteti. Ankesa pati edhe për mungesë kuadrosh dhe për paga të ulta për ata që janë të angazhuar si të jashtëm.